Mungesa e fuqisë punëtore, sidomos e të rinjve, viteve të fundit është kthyer në shqetësim për sipërmarrësit në qytetin e Kukësit, të cilët janë në kërkim të punëtorëve për bar kafe e shërbime të hotelerike. Për shkak të kësaj situate, në bashkëpunim edhe me Agjencinë Rajonale për Punësim dhe Aftësim, ata po kërkojnë punonjës. Ne ofrojmë vende të ndryshme pune, si kamarier, recepcionist, kuzhinier. Kemi shumë vende pune të lira, por jo njerëz që duan të punojnë. Ofron vende të lira me të gjithë për sa i përket pjesës hotelerisë dhe turizmit, siç janë kamarierët, banakierët, sanitarët, kuzhinierët, ndihmës kuzhinierët. Por edhe nëse ka kërkesa për punë, përfaqësuesit e shërbimeve hotelerike thonë se kërkesa nuk përputhet me aftësimin profesional të punëkërkuesve. Pagat janë shumë të mira, duke u bazuar që jetojmë në Kukës, pagat janë shumë të mira, por varet edhe nga eksperienca edhe sa i aftë është personi për të bërë punën. Po, sepse nuk duan të punojnë edhe në këtë mënyrë as nuk mësojnë që të bëjnë një punë të saktë dhe të duhur. Ju si subjekt hotelerik dhe turizmi ofroni një mundësi pranimi ndoshta? Po, sepse gjatë shumicën e punëtorëve që ne marrim zakonisht nuk kanë ditë si ta bëjmë punën, ne kemi mësuar dhe kemi mbajt vetë në punë aty. Pagat janë të mira për sa i përket qarkut dhe vendit ku jemi ne. Në raport me bizneset e tjera, besoj se pa diskutim bëjmë dallimin. Emigrimi dhe mungesa e fuqisë punëtore jo vetëm në Kukës, por në të gjithë vendin, sipas shoqatave të biznesit, janë pasojë të politikave të gabuara të qeverisjes.